maqësore, në një revolt deri diku shumë legjitime të qytetarëve, pavarësisht se kemi bindje të ndryshme politike, po ishte një revolt jashtëzakonisht shumë e drejtë pas video skandalit 21 janarit. Kjo është pjesa teknike, po nuk dua ta shoh si pjesë teknike këtë. Pra nuk do të shoh këto udhëzime teknike që ka dhënë zoti Basha si ministër policisë, nuk do t'i shoh as si çështje teknike mes një ministri dhe varësve të tij, po as si çështje juridike. Këto janë gur themeli të një betejë mes të kaluarës dhe të ardhmes që ka zoti Basha. Është një sfidë e dytë, është një detyrim moral që ai ka në radhë të parë ndaj të vërtetës, në radhë të dytë ndaj Shqipërisë, sepse 21 janari është një njollëzes për Shqipërinë dhe për, po themi, unë do ta konsideroja pa diskutim edhe për frymën e demokracisë në Shqipëri. Domethënë protestat pas 21 janarit nuk janë më aq të lira dhe aq kurajoze nga qytetarët. Është fituar një frikë pas 21 janarit nga gjithë qytetarët, sepse qeveria mund të ekzekutojë në bulevard. Dhe në radhë të tretë dhe në radhë fundit e ka një detyrim ndaj, po themi, boshtit politik që e ka mbështetur dhe që ai vetë bën pjesë, Bashkinë Demokratike, por ta çliruar Bashkinë Demokratike. Pra betejën që ajo nuk e fitoi dot me zotin Berisha. E cila, okej, në gjykimin e tij shumë njerëz mund ta shohin si betejë që nuk ishte proporcionalisht e drejtë. Pra zoti Berisha kishte shumë pushtet ekonomik, politik, kishte konjunktura të ngritura prej 35 vitesh në Partinë Demokratike, 33 vitesh në Partinë Demokratike, konjunktura me njerëz që ishin pjesë të strukturave që kishin ndërlidhur në interesa ekonomik, në favore që erdhi momenti i shpagimit, mundet. Shumë njerëz ishin pragmatistë, shkuan aty ku ishte edhe më i forti. Pra më i forti duhet të kuptoj ai që kishte më shumë zell për të bërë betejë të pistë, për të pasur më shumë media për vetes, më shumë njerëz që financonin, më shumë para që idheshin për evenimente të ndryshme, mos harrojmë vetëm stadiumi, arena sa u thirr, sa u promotua, mediat se si u ngritën të tëra në një manifestim të jashtëzakonshëm projektorët drejt çdo veprimi të zotit Berisha. Dhe zoti Basha ndërkohë ishte proporcionalisht në heshtje, nuk ishte simetrik fare, nuk e kishte atë fuqi mediatike, nuk e kishte atë fuqi ekonomike për të bërë ato evente, pavarësisht se kishte edhe vullën e Partisë Demokratike. Unë nuk e justifikoj fare, në gjykimin tim nuk ka asnjë justifikim, por megjithatë ajo i përket për ta gjykuar historia. Sot atë pret e ardhmja dhe ai do të bëjë këto akte politike. Pra e ka një detyrim dhe nuk duhet të veproj i incentivuar ose i shtyr nga urrejtja ose nga instinkti akmaljes, absolutisht. Ju duke e njohur, mendoni që të gjitha këto që ju po thoni, ai në këtë linjë ka vepruar sot pas dite? Po, unë mendoj që zoti Basha ka vepruar pa mblef dhe këshilla ime, domethënë më pozitive që mund t'i jap sigurisht t'japja vetes time është që ai mos të udhiqet nga mëria, nga mblefi, nga instinkti i akmarrjes, absolutisht. Nuk është akmarrja që duhet ta udhëheqë ndaj zotit Berisha, por është dashuria për të vërtetën, ose sakrifica për të vërtetën. Kjo është vërtet, Sidi, ndjes se po ju ndërpres, kjo është vërtet. Nëse është ajo që ju thoni, pra që Basha duhet ta thotë, e çon Berishën pas hekurave për 21 janarin, pra edhe para përgjegjësisë më saktë. Unë mendoj se po. Pra, për ta thënë më thjesht, në gjykimin tuaj është ai që ka dhënë urdhrin. Në gjykimin tim për ta thënë sa më thjesht dhe sa më shkoqur, pa asnjë, po themi, rretullim fjalësh, zoti Berisha duhet i qëndrojë atyre që është shprehur vetë. Që thotë që kanë qenë 3 snajperista në 3 pozicione të ndryshme dhe unë vetë do jepja urdhrin, e ka thënë në media me zë dhe me figurë, që të goditeshe nëse do vazhdojë përsëria protestë. Zoti Berisha nuk na ka lënë shkak për të pasur, po themi, amëndësime. Ai është shprehur shumë shterus. I kemi thënë zotit Rama që një fije floku të vazhdon të preke e ndonjë efektivi të policisë ose të gardës, policia autorojsh, e gardës, ti të mbaje përgjegjësitë personale madje. Dhe unë kam dhënë urdhër që të goditeshin kushdo që kalonte perimetrin e kryeministrisë. Në atë kohë që ishte me gardë hekur i për qytetarët që mbaj mend. Dhe kjo e vërtet gjykoj unë
duhet thënë tashmë, duhet marrë një kosto dhe njeriu që duhet ta marrë këtë kosto është Lulzim Basha. Pse është njeriu që duhet ta marrë këtë kosto? E para është një njeriu që ka qenë njeriu më i afërt në hierarkinë drejtuese, mbas kryeministrit ka qenë ministri i brendshëm. E dyta, ka detyrimin, për rikthem edhe një herë asaj tezës që thash fillim, ka detyrimin moral për të ringjallur ose riaktivizuar betejën e tij politike për Partinë Demokratike. Pra, ju thoni që nëse do thyhet në këtë rast për treguar të vërtetën, kjo i hap derën për të rikthyer në politikë në Partinë Demokratike. Po zotri, sepse për disa arsye. Pse? Shko, unë që po flas sot jam shumë koshient për anatemimin ekstrem në drejt në përçmim që ishte bërë Lulzim Bashës. Jam shumë koshient për edhe ironin, edhe talljen, edhe po themi shpërfilljen që i bëhet jo vetëm Lulzim Bashës, por kujdo që del sot dhe ka kurajon dhe mund të flasë një fjalë mbështetëse mbi të. Përfshirë dhe mua, jam shumë koshient, nuk është se po fërkojmë duart që ka u ndez një dritë sot për të dalë, meqense u dolëm para bankës së prokurorëve të Spakut për të ngulur një thik pas Berishës, nuk është kështu. Por ai pikërisht për gjithë po themi energji që është e negative që është harxuar që është investuar ndaj Lulzim Bashës te njerëzve që kemi mbështetur. Gjithë kjo energji për ta përçmuar, për ta lënë jo vetëm në arresën e politikës, por edhe në turpin, pjesën e turpit politikës, duke mos e lejuar as të bëjë një deputet në Tiranë në 21 maj. Për të gjitha këto, ai duhet të luftojë nëse mendon se ka të drejtë. Unë gjykoj që ai ka të drejtën me vetë. Nëse ai gjykon që ka të drejtën me vete, e drejta pa kurajon është asgjë për mendimin tim, pa aktin kurajoz. Ai duhet bëj aktet e tij kurajoze. E nënvizoj dhe theksoj. Aktet kurajoze nuk duhet të kenë parasysh as mërit, as hakmarrje. Ka pasur raste që mund keni vizituar me të, duke qenë se keni qenë bashkëpunëtor, siç e thatë më lart, tek rrethti i ngushtë, ju ka rënë rasti që ta më dëgjoni tani? Po, tani po. Ka pasur raste që ka rënë biseda me zotin Basha si bashkëpunëtor i tij, pra i ngushtë që keni qenë më parë që të flisni për këtë çështje, e keni pyetur, ka rënë rasti, nëse mund ta tregoni diçka për publikun, për te bisedave konfidenciale. Jo, sinqerisht domethënë, nuk është se kam folur asnjëherë për 21 janari. Ajo që di të them është kjo, që zoti Basha gjithmonë ma ka nënvizuar dhe ma ka bërë gjithmonë në vëmendje edhe si pyetje logjike, që gjithmonë më ka pyetur, a mendon ti se mund të ketë dikush një kaq provë implikimi time në çdo lloj afere dhe mos të ma përdori? Dhe është logjike. Domethënë, kur ata po më godasin, po flisin atë periudhë, kur them ata është gjithmonë në kontekstin e rithemelimit, në atë ko ishte folklori. Po ishte ajo batareja e madhe. Po. Ata po më godasin me çfarë do lloj shpifjesh, pra kujtojmë për publikun shpifjet që u thanë në fillimet e folklores që do bëj kulla Lul Basha te obori i Shqupit, ka kompani Euroloto në Qipro, ka me Taulant Ballën, është bashkëpunëtor në trafik droge, edhe po të shkojnë në Amerikë do